Sa shpesh duhen prerë flokët, e thonë ekspertët. Stilimi dhe modelimi i flokëve është një proces shumë personal, megjithatë të gjithë njerëzit duhet i presin flokët. Prerja e tyre nuk mund të jetë e rregullt, madje disa herë në vit në mënyrë që të hiqni flokët e këqij dhe mund t'i jepni atyre edhe më shumë gjallëri. Nëse do të pyesni një ekspert, do të thotë që të paktën një herë në 2 muaj duhet të bëni një vizitë tek parukerja. Në këtë mënyrë do të arrini të hiqni të gjitha majat e këqija nga koka juaj, por edhe kështu disa lloje të flokut dhe modelesh mund të bëjnë përjashtime. Siç e treguam edhe më herët, kur vjen puna te floku, nuk ka një përgjigje universale për të gjithë njerëzit. 2 faktorë kyç që duhet të merren parasysh në këtë proces janë: nëse po arrini rezultatet e dëshiruara dhe a janë në flokët tuaj shumë të dëmtuar. Pasi t'i jepni përgjigje këtyre 2 pyetjeve, fokusohuni në modelin e flokut që keni, dhe të paktën një herë në 7 deri në 10 javë mund t'i prisni flokët.